Përshëndetje nxënës të dashur. Mirë se erdhët në E-klasa. Jam mësuesja Pranvera Shaqiri nga Shkolla Fillore Kongresi i Manastirit, Shkup. Ne sot do të mbajmë një orë mësimore nga Lënda e Shoqërisë me temë Shkolla dhe klasa ime. Do të thotë njësia mësimore për sot është Shkolla dhe klasa ime. Ti përmendim disa qëllime të kësaj ore mësimore. Nxënësi duhet të di se si është organizuar shkolla, të di çka punojnë arsimtarët, drejtori dhe shërbimet në shkollë, të njohë rregullat e sjelljes në shkollë, të zhvillojë ndjenjë për respektin e ndërsjellët, ndihmë, bashkëpunim, të dallon rolet e veçanta që çdo individ ka në klasë, të vlerëson rolin e tij dhe të tjerëve në klasë, të bashkëvepron me të tjerët në klasë për të zgjidhur probleme të ndryshme, të vlerëson rëndësinë që ka respektimi i rregullave në klasë e kudo, si dhe të numëron disa festa që festohen gjatë këtij vitit. Parashtrohet pyetja se pse shkojmë në shkollë. Kuptohet. Në shkollë shkojmë të mësojmë, të socializohemi, do të thotë të shoqërohemi. Në shkollë ndihmohemi mes vete. Në shkollë po ashtu dhe bashkëpunojmë. Kemi përgjegjësi. Në shkollë duhet edhe të zbatojmë rregulla. Aty edhe argëtohemi duke mësuar, si dhe pasurohemi me dituri, njohuri dhe shkattësi. A e dini çfarë është shkolla? Shkolla është objekti ose vendi më i dashur për fëmijët. Shkolla u shërben fëmijëve. Shkolla kërkon nga të gjithë nxënësit, mësuesit, prindërit dhe nga komuniteti të respektojnë rregullat. Shkolla ka dhe hapësirat e saj. Ti përmendim disa hapësira që gjenden në shkollë. Aty kuptohet janë klasat, zyrat, biblioteka, kuzhina, salla e sportit, tualeti e të tjera. Përveç hapësirave në shkollë, kemi edhe të përmësuarit në shkollë. Ti përmendim disa. Kemi drejtorin i cili kujdeset për punën në shkollë. Kemi pedagogun i cili ndihmon arsimtarët dhe nxënësit. Kemi sekretaren e cila punon dhe ndihmon me dhënien e dokumentave. Edhe mësuesja e cila mëson nxënësit dhe kujdeset njëkohësisht për ta. Kemi bibliotekisten e cila jep dhe ndihmon me libra, si dhe higjienisti i cili kujdeset për pastërtinë e shkollës e posaçërisht të klasave. Shkolla po ashtu ka dhe rregullat të cilat duhet i zbatojmë dhe respektojmë. Njëra ndër to është: nxënësit patjetër duhet të niset i përgatitur për orët mësimore. Nxënësi patjetër duhet të respektojë orarin e duhur për fillimin e orës dhe mbarimin e saj, si dhe të mbaj pastërtinë në oborin e shkollës. Të jemi të kujdesshëm gjatë hyrjes dhe daljes në shkollë që të mos krijohet zhurmë. Njëra ndër hapësirat më të veçanta dhe më të rëndësishme të shkollës janë edhe klasat. Ja, siç po e shihni në fotografi, kam paraqitur klasën. Parashtrohet pyetja: çfarë është klasa? Çfarë ka në klasën tonë? Cilat rregulla vlejnë në klasën tonë? Cilat janë përgjegjësitë e juaja në klasë? Përgjigjet e këtyre pyetjeve do t'i gjejmë në vazhdim. Do të thotë klasa është vendi i jetesës së përbashkët në shkollë. Si
Si dhe ne duhet të sillemi më me përgjegjësi ndaj mjeteve dhe sendeve që i kemi në klasë. Në klasë kemi edhe inventarin për të cilën ne duhet të ruajmë. Do të thotë, në klasë kemi inventarin që duhet të ruhet. Do t'i përmendim disa prej tyre. Si që dim, aty kemi dërasën e zezë, librat, bankat, kariket, lapsat, ngjyrat, vizoret, çantat, e shumë sende të tjera të cilët ne duhet të kujdesemi për to. Sikur se shkolla që ka rregullat e saj, ashtu edhe klasa ka disa rregulla që duhet të zbatuar, sepse rregulli na ndihmon si të veprojmë. Ti përmendim disa rregulla që duhet të zbatojmë në klasë. Duhet patjetër të dëgjojmë me vëmendje. Të dëgjojmë të tjerët kur flasin. Të ndjekë mësuesen. Të flasim me leje. Të punojnë në qetësi, si dhe të respektoj shokun ose shoqen e klasës. Klasa po ashtu ka dhe përgjegjësitë e saj, të cilat ne duhet patjetër të zbatojmë. Një ndër përgjegjësitë është të zbatoj rregullat. Të respektoj dhe të respektohem nga të tjerët. Të bëj atë çka kërkojnë nga të tjerët. Të vlerësohem nga të gjithë dhe të vlerësoj të tjerët. Përveç rregullave në shkollë, kemi edhe aktivitete të ndryshme që realizohen. Kemi gara sportive, kemi shëtitje ekskurzione në vende të ndryshme, piknike, si dhe kemi organizimi shfaqjeve dhe kremtimin e shumë festave. Çfarë ju vjen ndërmend kur përmendet fjala fest? Sikurse të gjithëve, edhe fëmijëve, festa që ju bie ndërmend e para është ditëlindja. Do thotë është dita kur ai ka lindur. Ja dhe një fotografi nga kremtimi i ditëlindjes. Fest tjetër kemi edhe kremtimin e bajrameve. Kemi edhe patronatin e shkollës. Kemi festën e flamurit. Si dhe kemi festën e ndrimit të motmoteve, do të thotë festën e vitit të ri. Ta cekim se patronati i shkollës është ditëlindja e shkollës dhe për këtë ditë arsimtarët bashkë me nxënësit organizojnë festë me aktivitete të ndryshme. Dhe në fund, nxënës të dashur, kam përgatitur një vjeshtje të cilën tash unë do t'ua lexoj dhe ju si detyrë do ta keni ta mësoni përmendesh. Vjeshtja titullohet Shkolla ime. Sa me qejfun shkoj unë në shkollën time. Mësuesen e ndëgjoj kur na jep mësime, kur shkoj në shtëpi, mbushem me gëzime, mendja gjithë më ri, mua te shkolla ime. Mbeteni të përshëndetur, mirupafshim.